Masakra në Minnesota, ky është ish drejtuesi i sigurisë që vrau ligjvënësen dhe bashkëshortin e saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tronditën të shtunën nga një akt i rëndëdhune që ndodhi në Minnesota, ku 2 persona humbën jetën dhe 2 të tjerë mbetën të plagosur pas 2 atentateve të ndara. Autori dyshuar i sulmeve është identifikuar si Vance Luther Boelter, 57 vjeç, një ish drejtori patrullave të sigurisë në kompaninë Praetorian Guard Security dhe thuhet se kishte marrë trajtim ushtarak nga personeli i forcave amerikane. I maskuar si efektiv policie, ai kreu 2 sulme të armatosura që kishin në shënjestër figurat njohura të politikës në Minnesota. Fillimisht ai sulmoi banesën e senatorit John Hoffman, duke plagosur rënd atë dhe bashkëshorten e tij. Më pas shkoi edhe në shtëpinë e ish kryetares së dhomës përfaqësuesve në Minnesota, Melissa Hortman, dhe aty ekzekutoi atë dhe bashkëshortin e saj Mark. Ngjarja ka shkaktuar tërënditje mbarkombëtare dhe ka nxitur një reagim të menjëhershëm nga presidenti Donald Trump. Ngjarja ka shkaktuar tërënditje mbarkombëtare dhe ka nisur një reagim të menjëhershëm nga presidenti Donald Trump përmes një deklarate të shpërndar nga zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt Trump, e cilësoi sulmin si një akt të tmerrshëm dhe të papranueshëm. Një dhunë kaq e tmerrshme nuk do të tolerohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e përgjithshme, Pambondi dhe FBI po hetojnë ngjarjen dhe do të ndjekin penalisht autorin me gjithë ashpërsinë që lejon ligji. Zoti bekoft njerëzit e Minnesotës, tha Trump në reagimin e tij. Hetimet vazhdojnë, ndërkohë që autoritetet po përpiqen të kuptojnë motivet pas këtij akti tragjik që ka lënë gjurmë të thella në opinionin publik amerikan.